Përsëri, opozita qëndron fort. Jep shumë mundësime për reforma. Tani këtu janë 32, janë 29 faqe. Unë do I kërkoj zyrë shtypit ta përkthej, le që përkthen komisioni ka mundësi, dhe t'ja u përcjell edhe anglisht edhe shqip. Natyrisht, balluku është e pranishme. Jo me emër, se emri është tjetër problem, s'ka, por kërkohet në mënyrën më të prerë pavarësia e gjyqësorit. Heqja dorë ndaj çdo presioni nga gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit. Kërkohet, denohet mizogenia e Edi Rams ndaj gazetarëve. Termi mizogen, për herë të parë, se kishte realizuar më herë në një raport. Mizogen. E keni këtu. Dhe I përshtes dhe I përgëzoj. Se nuk ka njeri më mizogen se Edi Rama, I famshëm për mizogenin e tij. Pickon si I tërbur ministrat para kamrave. Si Idi Amin. Dhe ju e keni pa vetë. E tjerë me radhë. Tani, këtu mund vazhdojmë shumë gjatë, po unë po nërpres me këto çështje, ju do I lexoni vetë, dhe do të përbëra këtë hyrje, sepse do të dëgjoni të dalin përfaqësuesit dhe thonë raporti shkëlqyer, falenderojmë, hipokritet se duhen me çdo kusht, kudo janë veprat e tyre në këtë raport. Raport shumë objektiv, një mbështetje reale për qytetarë shqiptar në rrugën e integrimit. Tani kam një problem tjetër këtu. Ato videon I lutem. Urdhoni. Presidenti Republikës, ish presidenti Republikës, ish kryeministri, ish kryetari I parlamentit në Kafaz Xhami, maja pak lutem. Maja këtu pak. Kafazi është mjet torture në Konventin Europian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë. Kafazi është mjet torture në Konventin Europian të Drejtave të Njeriut, në Kushtetutën e Shqipërisë.